Me njëherë pas fitores spektakolare, Senat Drini, i peshës 76 kg, shprej emocionet e këtij suksesi. Urime Senat. Shumë faleminderit Gac. Ishte një emocion shumë i bukur, dhe jam shumë i kënaqur me këtë pjesëmarrje që pata sonte dhe me pjesën e publikut dhe tifozëve, në mbështetjen e tyre. E prisni më të fortë kundërshtarin që kishit përballë. Me thënë drejtën, me çka kam studiuar dhe me çka kam po neshjet e tija, më është duk më e fortë se sa ishte sonte. O është pjesa që mund t'im përgatit shumë për këtë neshje, ose është pjesa që kundërshtari nuk ishte në formën e duhur, ashtu siç mendova. Ishte neshje pak më e thjeshtë mund ta quajmë se sa jena përgatit. 6 ronde ishin në program në ndeshjen tuaj. E mendohet se mund të shkonte me 6 ronde apo e kishit vendosur, planifikuar ta mbyllit më herët? Kur përgatitje që kena bërë, kur kam pa kundërshtarin, se kam studiu, jam përgatit për 6 runde së neshje. Por që doli shumë më e thjeshtë. Unë mendova, unë gjithmonë hi aty me dhanë më të mirën, edhe hi aty me mujt me mbyll neshjen para kohet. Kështu që edhe pse unë nda me nokaut neshja, unë jam edhe më i kënaqur te performanca jeme. Para ndeshjes kundërshtari juaj tha një herë do të humbasë dhe Senat Drini. Keni një përgjigje tashmë për këtë? Po kështu tana, unë mund të them për dikën tjetër një herë do humbasi. Ndoshta kanë humbasin një herë, por nuk i dihet. Kjo edhe boksera që s'kan humb një herë. Lojt me Huadher Amerikës për shembull, po. Aja është i veçantë. Senat, kjo është ndeshja 8 radhazit që fitonin në profesionizëm. Po. Një bilans shumë pozitiv, 8 ndeshje, 8 fitore. Po, shumë gjë bukur është se kam pas ëndër gjithmonë që më arrit nivelet në alta në boksin profesionist, edhe shpresojmë që me mbështetjen e duhur, me punën e duhur, edhe me suportin e shqiptarëve tonë si në Shqipëni, si jashtë vendit, mendoj se kena me ecë para dhe kena me arrit nivele botnore, shpresoj. Edhe diçka e veçantë që ra në sy në gjitjen tuaj në ring, ishit tërësisht me të bardha, duke nisur nga kypucit, getit, mbathjet dhe dorezat e bardha. Fat, ju sjellin fat apo? Unë kam i gjatë që ka herë ndëgjej edhe fjalë të nanës. Ngjyra e preferuar e nanës teme është e bardha, kështu që mundohem edhe ndëgjej fjalën e saj edhe i bëj gjanat më herë çfarë thotë ajo. Dhe patjetër edhe dedikimi për fitoren shkon për nanën, familjen edhe për njerëz që më duajnë, edhe gjithashtu më respektojnë. Deri ku pritet të shkojë Senat Drini me këtë progres kaq të shpejtë, 8 fitore rradhazi? Unë kam besim që do ecim shumë para, do kenë edhe bisedë në ditët në vijim me trajnerin dhe me promotorin se ku do shkojnë karriera jeme në të ardhmen për planet e të ardhmes, dhe do shohim. Kena synim me arrit neshje për titull dhe titullet më botëror. Gjëgjaj juaj Artur Drini ka qenë kampion i Shqipërisë në boks dhe tashmë trajner në Gjermani, po duket keni vendosur t'ia kaloni edhe Arturit. Unë kam i shprehje që nuk as jam gorë me kënd. Unë kam bëhet shefi kur njerëz që më rrethojnë kanë kanë boksera të mirë, sportista të mirë, se allon krahanohem me ta. Po synimi mund të më arrit për veti ku mund të shkoj unë, ku është niveli që unë mund të arris, nuk ose kam do me kalu dikën tjetër. Urime Senat për këtë fitore dhe suksese. Shumë faleminderit juve për lodhjen, punën.